Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit të shkruar sipas Lukës. Në atë kohë të gjitha premtësit e mëkatarët i ofroheshin Jezusit për ta dëgjuar. Farizejtë e skriptë në mëkat. Ky thoshin i pranojnë mëkatarët dhe po hanë mëkatarët. Atëherë Jezus ju tregoi një shembull të tyre. Një njeri kishte dy djalë. Djali i vogël i tha te baba, ma jep pjesën e pasurisë që më takon mua. Ai u ndau pasurinë. Mbas pak ditësh djali i vogël lodhi shkabati e shkoi e dhëhet të largë te atje e shkapërderdhi pasurinë e duke jetuar i dhanë pas veshësh. Kur shpenzoi gjithë shkapati, u bazi i madhe buke në atë vend, e djali filloi të sprovojë shkapin. Atëherë shkoi e u lidh rrotat të një njeri i atij vendi. Ky e dërgoi me tokat e veta t'i ruaj thejt, e dëshironte ta mbushte së paku ndonjëherë barkun me kokra që qigunesh, që hanin thejt, por askush nuk ja jepte. Atëherë i errëmend e thoshte, sa me disve te, tim atë, u të prëndë buka, kurse unë këto po vdeshurie. Do të gjohem me të shkoj të kimatë, e do t'i thënë, o atë rashën ka të kundërshie dhe të kundër te, nuk jam ma i lajnë të shumën në të biri, me pranosin një ndër rrugtarë të të. Qua e mori rrugën të kthehet të ki ati, ndërsa ende ishte largu, i ati i ma, unë nga shërbyve, u lëshua pra të mori në ngryk dhe në puthi. Atëherë i biri i tha, o atë rashën nga të kundërshie dhe të kundër te, nuk jam ma i lajnë të quë, të biri. Por i ati i tha shërtorë rrëvet, si o të shpejt, petkat më të mirat e veshët. Vene një nazën e ndore të mbahkat në kamë, silni vigjit e majnë e premi të hajnë e të gëzojnë, sepse këtë një mbirë pati vdekur e unxat, pati humbur e unxet, e si dhurën të dëfre. Djali ti i malë ndojnë fush, kur u këthyre e ju ofrua shtëpis dhe gjoj kamë ke valë. Thiri një nga shërptojnë e pyti se qka pëndojnë. E a i përgjigji, u këthyre vlau jëtë, e datë e pre u vigjin e majë, pse ju këthyre djali shëndoshë mirë. A i u zëmrua e nuk deshit e dhirë. Jati do një jashtë e ju lëptë. Atëhera i tha vetë, qese unë të shërbej, tash sa kohë e kur nuk e shkela asë një urdhër të andi, e ti kur së dhe asë një elë rositën me meqë të mi. Por kur të erdi të djali mitë, që prishi pasurin tanë dhe me lavire, ti apreve veqin e majë. Biro i tha i ati, ti e gjithmonë me gjithë shkata më shteriotja, por se u deshtë zotëmi e të nga zëllore, sepse ky vlau jëtë pati vdekur e unxat, pati humbur e unxet. Fjala e Zotit.